Mirëmbrëma miq, jemi në prag të 8 marsit, ditës së gruas. Sonte kam kënaqësinë të kem në studio një zë frymëzimi dhe force. Ka momente në jetën e çdo gruaje kur ndihet e lodhur, e pasigurt, ndoshta edhe e thyrë. Por shpesh pikërisht në ato momente zbulojmë diçka të jashtëzakonshme brenda nesh. Një forcë që nuk e dinim se e kishim, sepse forca nuk është vetëm të mos qash, por të vazhdosh, nuk është vetëm të mos biesh, por të ngrihesh përsëri. Jemi në studio me Azviona Kanani nga Shkodra. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjetëm, kënaqësi të jem përsëri në studion tuaj. Shumë faleminderit. Edhe kemi nevojë, gruaja, femra, vajzat, ne kemi nevojë vazhdimisht të inkurajohemi e të dëgjojmë një fjalë të mirë. Faleminderit Azviona për shembullin që je dhe për frymen e mirë të inkurajimit që ti përçon gjithmonë. Faleminderit Enel, shumë inkurajim. Faleminderit. Fjala forcë. Çfarë të vjen ndërmend kur ti dëgjon këtë fjalë? Çfarë kuptimi ka për ty? Forcë për mua do të thotë që ti ke kaluar shumë sfida. Ti ke kaluar dhe mbart shumë barë. Ti ke marrë shumë beteja. Por forcë do të thotë që kur vjen një stuhi, kur vjen një problem, vjen një shqetësim, ti di se si të veprosh, ti di çfarë të bësh, ti di se ku të shkosh. Ti di se kush është vendi dhe burrimi që ti të gjesh forcën për të fituar përballë stuhisë, problemit dhe vështirësisë që është në jetën tënde. Është një grua e thjeshtë. Një grua e fortë është një grua e thjeshtë. Një grua që mban shumë barë. Është një grua lutse. Është një grua që ka derdhë shumë lot, por ngrihet në mëngjes dhe gjen përsëri forcë për të vazhduar, për të përballur me problemin dhe vështirësinë. Amen. A ka pasur momente frike dhe pasiguri në jetën tënde? Të furishme në jetën tënde, nëse mund themi, sepse gjithë kalojmë situata të tilla, si ke dalë prej aty? Po, është e vërtet. Më ka ndodhur shpesh në jetën time që të kem stuhi frike, sepse i ligu gjën e parë që të bën është që ai dërgon frymën e frikës. Edhe mbaj mend që në një periudhë të jetës u mbusha me frikë, me ankth, me pasiguri, fillova të shoh gjërat sikur nuk kishin më shpresë, nuk kisha më gëzim, po më vidheshe gëzimi edhe kënaqësia e ditës. Dhe Zoti më foli dhe më tha, Azvion, hape vargun dhe hapa fjalën e gjallë te 2 Timoteut, 1:7 na thuhet, nuk të kam dhënë një frymë frike, po forcë, fuqi dhe mendje kthjellësie. Dhe fillova që t'i them vetes time, kjo frikë nuk është nga Zoti. Kjo frikë është nga mishi dhe emocionet e tua. Azviona, ballafaqoje këtë frikë, edhe ti duhet ta luftosh këtë frikë. Dhe fillova që të shpalli, Zoti nuk më ka dhënë frymë frike, po forcë dhe fuqi. Azvion, ti nuk duhet të kesh burrim frikën. Dhe më pas Zoti më dha një varg tjetër. Më dha Jeremia 29:11. Unë i njoh mendimet që kam për ju, mendime të së mirës dhe jo të së keqes, për një të ardhme dhe një shpresë. Zoti ka një shpresë për mua. Zoti kishte shpresë për jetën time dhe unë fillova të meditoj dhe të shpall shpresën. Unë e munda frikën, por nga frika fillova të dal pastaj te gëzimi dhe shpresa duke shpallur të vërtetën e Perëndisë. Amen, Azviona. Nga e merr forcën, nga besimi, nga familja, nga miqt, pra roli secilës në jetën tënde? Besimi im buron prej fjalës së gjallë, buron prej premtimeve të Perëndisë. Unë nuk mund të mbaj veten time, nuk mund të forcohem pa hapur Biblën. Kur unë ndodhem përballë një problemi, vështirësie, apo dhe nuk di në situatën si ta zgjidh, nuk kam një urtësi. Atëherë unë shkoj edhe ballafaqohem te fjala e Zotit. Ky është burrimi i besimit tim, premtimet e Zotit, dashuria e Zotit dhe fjala e gjallë. Por çfarë roli konkretisht ka pasur besimi në Jezusin në jetën tënde personale? Ka pasur rolin kryesor në jetën time për të rritur. Unë kam besuar që kur Zoti thotë Isaia 43:10 që unë jam me ty, nuk do të lej, nuk do të braktis, unë e kam besuar këtë gjë. Kur Jezusi thotë unë do të jem me ty deri në përfundim të botës, po, unë kam thënë, unë nuk jam vetëm, unë nuk jam e praktisur, por kam Jezusin në jetën time. Gjithashtu, unë kam besuar te fjala që ti je dashur, ti je çmuar, ti je krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Unë nuk jam e përçmuar, unë nuk jam e shëmtuar, por unë jam e bukur në Perëndin. Unë jam një vepër arti në Perëndin. Dhe kjo është ajo që mua më rritet dhe më mban në Zotin. Premtimet e Zotit, fjala e Zotit. Sa vite ke në besim si besimtare e krishterë, në këtë rrugtimin tënd? Në rrugtimin tim, unë kam 30 vite. 30 vite. Në Zotin,
ku kam pa dorën e Zotit që më ka mbajtur, më ka mbrojtur edhe më ka ruajtur. Përveç besimit tek Jezusi, gjithashtu, a ka përdorur diko Zoti fort në jetën tënde, a ka pasur një person që ka ndikuar për që ti të zbulosh që po ke një forcë brenda teje? Është e vërtet. Kush mund të thuash se ka pasur ndikim? Është një person që unë kam rënë në dashuri me atë person. Është një person që më je forcë, më je fuqim. Është personi frymës, është personi i tretë i Trinitetit, është fryma e shenjtë. Kur unë kam zbuluar frymën e shenjtë, premtimin që Jezusi na ka bërë, për frymën e shenjtë që banon brenda nesh, që ne jemi tempull i frymës së shenjtë, atëherë unë u dashurova me frymën. Kjo frymë më jep forcë, kjo frymë më jep zbulesë, kjo frymë më kujton të vërtetën e Perëndis, më kujton se si duhet të sillem, më jep njohuri, më jep dituri, më jep konfidencë. Unë edhe kur kërkoj mbështetje të tjerëve dhe nuk gjej dikën që të më thotë që unë jam e çmuar, unë jam e dashur, apo unë mundem ta përballoj këtë situatë, unë mundem ta bëj këtë gjë, fryma e shenjtë që është brenda meje. Ajo më përshpërit me dashuri, thot, Azviona, ti mundesh. Ti me anë të Krishtit, ti mund të bësh çdo gjë. Azviona, ti je dashur, ti nuk je e përçmuar. Azviona, ti nuk ke forcë, por Zoti është burimi i forcës. Dhe fryma e shenjtë më ka zbuluar gjithashtu që të kontaktoj edhe me njerëzit, me miket e mia, që të jeni inkurajim për mua. Dhe unë kam mike që më inkurajojnë, më mbajnë, më forcojnë, edhe më kujtojnë gjithmonë, Azviona, ku është këmbi jotë? Ku është forca jote? Ku janë sytë e tu? Po, pra me çfarë lidhet zemra jote konkretisht në sfidat e jetës, në sfidat e përditshme, ndërsa vrapojmë, ndërsa duhet shkojmë në punë, duhet kujdesemi për familjen, për fëmijët, të kemi një gjëra në kokë. Si është Azviona larg realitetit të rrjeteve sociale, larg syrit të tjerëve, larg kameras? Zemra ime është që t'i shërbej Zotit. Zemra ime është që të kem një marrëdhënie të ngushtë me Zotin. Në mëngjes, unë pi kafe me Zotin. Unë nuk mund të ngrihem në mëngjes dhe të vazhdoj ditën time pa pirë kafe me atin tim dhe pa marrë fjalën nga ati im. Zemra ime re dhe i them Zot, ja ku jam, çfarë do që ti të bëj unë sot? Çfarë do të më përdorësh dhe të më flasësh? Çfarë ti do që unë të lutem? Çfarë ti do, për këtë ti do që unë të ndërmjetësoj, më zbulo Zot. Dhe zemra ime rek që unë të jem një nën, për fëmijët e mi një nën inkurajimi, bekimi. Dhe i kërkoj Zotit dituri, urtësi, këshill, sidomos në këtë kohë të vështirë për fëmijët e mi, ti kuptoj, por gjithashtu të jem dhe një bashkëshorte, një ndihmë e levërditshme për burrin tim, edhe të jem dhe një motër për gratë e tjera, por të jem gjithashtu edhe një bij për prindrit e mi, të jem inkurajim edhe bekim. E mbi të gjitha i them Zot, ja ku jam. Më përdor dhe atje ku ti do, unë dua që unë të jap maksimumin tim. Unë nuk mundem, por në ty unë mund të shkëlqej. Si mendon, si mund të kapërcejmë ato gjëra që duket se ne na dobësojnë sot si gra dhe si vajza? Realiteti aty jashtë serviret ndryshe nga ajo që ne jetojmë realisht, krahasimi me të tjerët ndoshta, gjëra që nuk i arrim dot dhe të tjerët i kanë. Çfarë mendon se na dobëson më së shumti? Më së shumti ne na dobëson frika. Frika që jemi të mohuara, frika që nuk jemi të pranuara, frika që nuk jemi të dashura, frika për të ardhmen, frika për shëndetin ton, frika për të çfarë do të ndodhi. Por ne në fakt nuk jemi krijuar që të kemi dhe të jetojmë në frikë, por ne jemi krijuar që të shkëlqejmë. Ne jemi krijuar që të ecim në fjalën e Zotit, ne jemi krijuar që të mbushemi me besim. Ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë. Është e vërtet që ne ndoshta mund të përballemi me shumë sfida, me shumë mohime, me shumë fjalë, thashë theme, me pasiguri në martesën tonë, të financat tona, me sëmundjet tona, ne përballemi çdo ditë. Por me ne është Zoti. Unë jam me ju, nuk do t'ju le, nuk do t'ju braktis. Ju jeni të dashura, të çmuara. Dhe unë jam forca juaj. Dhe kjo është ajo që ne duhet të kuptojmë realitetin. Me çfarë jemi duke ushqyer në zemrën tonë? A jemi duke ushqyer me frikën, apo me dashurinë, me besimin, me Perëndin, me fjalën, me marrëdhënien e ngushtë me atin tonë qiellor? Azviona, ti si do ta përkufizoje forcën femërore? Mendon se forca jone e brendshme nuk është gjithmonë e dukshme, ndonjëherë është edhe e heshtur, është e brendshme? Unë mendoj që forca jonë është e brendshme, është gjithmonë e fshehur. Forca femërore është shumë e madhe.
mbiles nga njëherë neglizhohet dhe vetë gratë nuk e besojnë se sa të forta janë. Ato janë njaq të forta sa kanë fituar dhe kanë lëvizur male në jetën e tyre. Ato kanë përballuar probleme në martesën e tyre. Dhe janë aq të forta sa të qëndrojnë dhe të luftojnë për burrat e tyre me një zemër të ngurtë. Ato janë aq të forta sa të luftojnë për fëmijët e tyre. Ato janë aq të forta sa ato të fitojnë betejat mbi financat e tyre, të mbajnë barë të mëdhaja që në fakt nuk i takojnë një femre, por ato duken aq të brishta e forca e tyre e brendshme, lufta që ato kanë, një luftë që ato nuk shterron prej jetës së tyre, një luftë e përditshme që ato bojnë. Edhe unë qesh nga njëherë me motrat e mia kur më shkruajnë gra, asvion nuk mundem më, nuk kam forcë, unë jam e pafuqishme. Po, është e vërtet, i them, ti nuk e forcë, ti je pafuqishme, por ti je në mes të luftës duke luftuar. Dhe një luftëtare do të thotë që është duke besuar tek Zoti dhe duke qëndruar në forcë. Shikore thanat, nuk heq dorë. Ti din se çfarë të bësh. Ti megjithëse je pa shpresë, ti shkon te vendi lutjes. Ti e di se çfarë je duke u përballur dhe ti e the merakun tënd tek Zoti. Dhe kjo forcë është kaq shumë e madhe, është kaq shumë e paimagjinueshme. Dhe kaq të privilegjuar janë burrat, kaq të privilegjuar janë fëmijët, njerëzit që rrethojnë, që kanë këto gra kaq të forta që luftojnë dhe luftojnë në heshtje. Në mesin e shumë frazave që ti shpall për veten tënde, për jetën tënde, për familjen, për ata që të rrethojnë, cila është një frazë ose një moto që është e jotja, është e Azvionës, ti e thua shpesh, ti mbahesh aty çdo ditë? Janë shumë moto në fakt në jetën time që unë mbahem edhe bazohem edhe shpall, por ajo që unë i them është veshët e mi, Zot, të jenë të gjithmonë të hapur ndaj zërit të frymës, edhe të bindur ndaj zërit të frymës. Delet e mia e njohin zërin tim dhe ato më ndjekin. Dhe unë i njoh ato dhe them, Zot, unë dua që çdo ditë në çdo moment të dëgjoj zërin tënd. Sepse atjene do të gjej urtësi, dituri, këshill, do të mbrojmë veten tonë, do të dimë si të luftojmë, do të dimë si të reagojmë, dhe do të dimë të mos bëjmë gabime, të mos ecim në rrugën e gabuar, apo të mos bëjmë zgjidhjen e gabuar. Në këtë fast jetës tënde ku ti je Azviona, cila është ajo gjë që Zoti është duke të formuar më shumë ose të forcuar më shumë në besima, në guxima? Në fakt është duke më forcuar, durim. Pikërisht në durim. Në durim. Të dish të presësh kohën e Zotit, të dish të presësh në Zotin. Ka shumë lutje në jetën time që janë për një kohë të gjatë, edhe them, Zot, po kur do të ndodhi? Edhe Zoti thot, prit, në kohën dhe momentin e duhur. Çdo gjë ka kohën dhe momentin e duhur dhe unë e lejoj në jetën tënde, sepse unë e them gjithmonë, unë nuk jam personi durimit. Në qoftë se ka një person që nuk duron, unë nuk duroj. Por ja që Zoti po më mëson të di të pres në lutjet e mia dhe të këmbgul. Si duron Azviona? Cili është qëndrimi yt ndërsa duron? Çfarë bën ti? Praktikisht. Në durim, po e marr dhe inkurajoj veten në fjalën e Zotit. Them, kur do të ndryshoj kjo situatë në jetën time? Kur do të vi ky bekim që ti, Zot, po thua? Edhe pastaj përsëri shkoj çdo mëngjes. Shkoj edhe kur jam e dekurajuar, edhe kur e kam zemrën poshtë, marr fjalën e Zotit edhe shpalli fjalën e Zotit. Zoti është me mua. Ligji për të rirë 28 nga vargu 1 deri në 14 unë e shpalli që Zoti do të më bekoj, Zoti do të jetë me mua, do të numrat fytyra e tij do të bëj që të shkëlqej tek unë. Edhe unë i shpalli këto fjalë, edhe përsëri dhe them pres kohën e duhur, sepse Zoti është Zoti i premtimit, nuk është Zoti i gënjeshtrës, por është një Zoti i premtimit që ai do bëjë që unë të shkëlqej dhe të marr përgjigjen e lutjeve të mia në kohën dhe momentin e duhur. Në mes të sfidave vështirësive ti, Azviona, disa herë na ke deklaruar në këtë studio se ti ke marrë fitore në Zotin. Ti ke marrë fitore në Zotin dhe besoj që ti pret akoma fitore në Zotin. Unë pres akoma dhe më shumë fitore. Po patjetër, po të marrësh fitore, do të thotë që të ecësh në stuhi, do të thotë të ecësh në lot, do të thotë që ti të përballesh me ligjet, principatat dhe pushtetet që errësira ngre rreth teje. Dhe unë jam e sigurt që unë do të marr akoma dhe më shumë fitore për veten time, për familjen time, për fëmijët e mi, për motrat e mia, për kishën, por edhe për kombin. Lutja ime është fitoria e kombit shqiptar.
Të qëndrosh në Zotin do të thotë që të mos kesh sfida? Të qëndrosh në Zotin do të thotë që ti të përballesh me sfidat. Ti të jesh në mes të sfidave. Dhe ti të rritesh me sfidat. Mos ki frikë nga sfida. Sfida në të kundërt të bën të kalosh nga një nivel besimi në një nivel tjetër besimi. Sfida ty të bën që të shkëlqej fytyra e Zotit e ti. Dhe sfida gjithashtu të forcon muskujt, që ti të qëndrosh. Edhe ti të marrësh fitoren. Edhe njëherë po e them, mos ki frikë nga sfida. Çfarë do lloj sfide? Me vdekjen, me problemet, me vështirësitë. Fitoria në kryqin e Krishtit është ajo që është përpara teje. Do shta diçka më të drejt për drejt, çfarë do t'i thoje një gruaje apo një vajze nëse do t'ishe ti në një komunikim personal me të nisur nga përvoja jote personale, Azviona? Motër e dashur, nuk e di çfarë ti je dhe me çfarë situate je duke u përballur. Ndoshta sapo ke marrë vesh një lajm të kesh për sëmundjen mbi jetën tënde apo të afërmit tënd. Ndoshta ti je duke u përballur prej shumë kohësh me shkatrimin e martesën tënde. Ti je duke u përballur ndoshta me fëmijët e tu në këtë botë të zhytur në errësirë. E ndoshta ti je duke u përballur me dhimbje dhe vuajtje prej shumë kohësh. Por unë po të them një gjë. Unë po të inkurajoj nga eksperienca ime. Shko tek vendi i shpëtimit, shko te burrimi i ujit të gjallë. Dhe unë dua të ndaj vargun te Mateo, kapitulli 11, vargu 28. Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Kjo është për ty. Ti ndoshta je raskapitur, ti ndoshta je munduar. Eja tek Zoti dhe vetëm atje është vendi i çlodhjes, atje vetëm është vendi i paqes, vendi i gëzimit, vendi i fitores. Kthehemi pak tek pyetja e fitoreve që të bëra. A mund të na risjellësh shkurtimisht në vëmendje dy nga fitoret më të mëdha në jetën tënde, se ti ke kaluar shumë e ke pasur dhe fitore të tjera, por edhe si një inkurajim sepse gjithë secilit barra edhe sfida i duket e madhe. Por për të inkurajuar ato gra dhe vajza që po kalojnë me sfidave, të na risjellësh fitore që ti ke marrë. Fitoria e parë, bashorti yt nga COVID-19, i cili kaloi një situatë shumë kritike dhe nuk i dhanë shpresë për jetën, me një kurim jashtë Shqipërisë dhe së dyti babai yt. Si ishte gjithë kjo lugin, nëse mund të them, lugin zjarri për ty, për familjen Kanani? Unë në fakt do të shtoja dhe mrekulli tjetër, fitore tjetër. Fitoren mbi shëndetin tim. Kur mjekët më kanë thënë 3 herë që unë kam vetëm 3 ditë jetë. Edhe kur i ligu ka thënë, Azvion ti ke vetëm 3 ditë jetë, sepse ata nuk dinin çfarë kishin, por shenjat e mia jetësore tregonin vetëm 3 ditë. Atje unë fillova të dorëzohem në Zotin. Dhe unë ato 3 ditë kanë kaluar ja ku jam sot. Dhe jo vetëm që kam fituar mbi shëndetin tim, por unë kam marrë fitore mbi bashkëshortin tim edhe mbi babin tim. Të përballesh me vdekjen është situata më e vështirë. Të përballesh jo vetëm me vdekjen, por me financat, që ti nuk mundesh të reagosh, ti nuk ke për të marrë këtë fitore. Është një situatë e pashpresë dhe e pamundur. Por për Perëndin, asnjë gjë s'është e pamundur. Unë i thash, Zot, ja ku jam. Unë jam me pashpresë, unë jam pa financa, unë jam pa forcë, dhe unë jam vetëm, sepse në Covid nuk mund të kishe njerëz që ti kishe afër vetes tënde. Dhe Zoti tha, unë të mjaftoj sepse unë jam me ty, unë do të parapri. Dhe Zoti më paraprivi, hapi dyert e qiellit, ashtu siç ka premtuar për financat. Unë e munda vdekjen, por jo unë. Krishti e ka mundur atje në kryq vdekjen për bashortin tim. Unë mora fitoren, unë dhe familja jeme morën fitore, dhe babi jem mori fitoren mbi sëmundjen e pashërueshme, që mjeku vet dëshmon, unë e pash, unë e hapa, operova. Dhe kjo është mrekullia. Por unë do ndaj dhe një mrekulli tjetër, që dua t'i sfidoj gratë edhe motrat. Ndoshta ato thonë që burrat tanë ka një zemër të fortë edhe nuk mund të kthehen në besim. Unë jam lutur për babin tim për vite dhe vite me radhë. 20 vjet. Që të pranonte Jezusin. Që të pranonte Jezusin. Zemra e tij ishte shumë e fortë. Ai kishte parë shumë mrekulli shërimi, edhe mrekulli të tjera se si Zoti kishte hapur dyer, se si Zoti kishte ndryshuar jetë, kishte siguruar financa. Por se si Zoti kishte bërë mrekulli të tjera, shërimi mbi trupin e tij dhe përsëri zemra e tij ishte e fortë, nuk e pranonte. Dhe pas 20 vjetësh, ai sot ka pranuar Zotin
në një moshë të thyer. Ai ka pranuar Jezusin. Zotin, ka pranuar Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e vet. Dhe ai tani inkurajon niprit dhe mbesat e veta që të rinë në besim. Dhe kjo është për mua një fitore e madhe dhe e mrekullueshme. Këmbguljeje, mirënjohjeje ndaj Zotit tim. Po si erdhi ai momenti shkurtimisht, babai që tha po Jezusit, erdhi shumë natyrshëm? Ka ardhur vetëm prej dëshmisë që Zoti ka bërë në jetën e tij. Kur babi u shërua dhe pa se çfarë Zoti bëri me jetën e Enos, se çfarë Zoti bëri Pa dëshmi konkrete. Ai pa dëshminë konkrete, pa jetë. Dhe unë jam mirënjohëse Zotit që unë kalova në këtë sprov zjarrit ku përballa me vdekjen, sepse unë nuk mora vetëm fitore mbi vdekjen, por mora fitoren edhe mbi babin tim. Jo vetëm shërimin e babit tim, unë nuk mjaftohesha me kaq, por emri i tij është i shkruar në librin e jetës, është përgjigja e lutjes time që Zot mos e merr babin tim përpara se ai të pranoj ty dhe emri i tij të shkruhet në librin e jetës. Kjo është fitoria më e madhe që unë e kam marrë në këtë kohë. Lavdi Zotit. Mos ki frikë, sepse ti do të marrësh fitore më të mëdha. Mendoj që edhe dikujt i duhet kjo përgjigje jote ndërsa po flet lidhur me rastin tënd kur mjekët nuk të dhanë shpresë për jetën dhe ti kishe vetëm 3 ditë jetë të thanë? 3 ditë jetë. Konkretisht? Konkretisht. Unë dua të di gjatë tyre 3 ditëve. Asvjona çfarë bëri? Di që isha në divanin tim. Edhe kam thënë Zot, çfarë duhet të bëj, si duhet të veproj. Fillova të meditoj dhe të hedh barrën mbi fëmijët e mi. Ishin 3 fëmijë të vegjël. Kush do të kujdeseshe? Dhe Zoti tha janë të mit, nuk janë të tut, unë do të kujdesem për ta. Dhe fillova të dorëzoj fëmijët e mi në dorën e Zotit. Dhe Zoti më tha, Asvjon, analizo zemrën. Edhe thash Zot, a kam dikën që duhet i kërkoj falje përpara se unë të largojmë nga kjo botë? Dhe fillova që të thyem. Dita e dytë ishte një ditë tranzicioni. Ditën e parë ishte një ditë ku ti përballesh me këtë realitet dhe ditën e dytë fillova ta pranoj, thash unë do të shkoj në parajs. Unë jam e sigurt për atë që kam marrë. Dhe Zot, të lutem nëse kam me kërku falje dikujt, të lutem t'ja kërkoj faljen. Unë Zot, më bëj çfarë duhet të veproj, çfarë duhet të bëj me bashortin tim, me prindrit e mi, me të afërmit tim, si duhet të lutem. Jam përballje që ti ballafaqohesh me veten tënde. Dhe pasi ka kaluar dita e dytë dhe ti ke medituar mbi këtë gjë, ke kërkuar falje, ke falur njerëz në zemrën tënde, ke dorëzuar situata në dorën e Zotit, dita e tretë është më e vështirë, sepse ti përballesh dhe po preten kur po vdes, si po reagon, si është trupi, si do të jetë vdekja, janë të gjitha këto përballje. Edhe në atë momente derdhet hiri i Zotit, derdhet forca e Zotit, dhe Jezusi tha, unë nuk kam mbaruar akoma me ty. Unë kam plane për jetën tënde, dhe ti do të jetosh, dhe ti do të marrësh jetë. Edhe kjo është e mrekullueshme. Nuk ka fjalë që mund të përjetosh këtë gjë. Por jam mirënjohëse Zotit, sepse jeta ime ka ndryshuar në ato 3 ditë. Mendimet e mia, emocionet e mia janë transformuar në ato 3 ditë. 3 ditë. Ti nuk e le edhe frikën të të plakos, sepse kur vjen frika të paralizon, nuk mendon më për asgjë tjetër. Është e vërtet. Por Zoti nuk ishte me mua dhe më dha forcë dhe fuqi. Familja ime ishte me mua. Por një ndër gjërat që unë jam falenderose Zotit, pse e kalova këtë sfidë, është që një kishe tonë, motra që unë nuk i njihja, nga kisha të ndryshme edhe në botë, shpërndan lajmin dhe ato lutën dhe ndërmjetësuan për mua. Dhe prandaj edhe unë kam thënë Zot, unë do lutem, do ndërmjetësoj. Edhe për gra që ndoshta tani ndjehen të vetme, ato nuk janë vetë. Unë me gra të tjera. Lutemi, ndërmjetësojmë, shpallim për jetët e tyre, për martesën e tyre. Amen. Nuk janë vetëm, nuk janë të braktisura. Fryma ngre njerëz të tjerë për inkurajim. Amen. Pra ti e the shumë mirë që Zoti të foli gjatë tyre 3 ditëve që ai s'kishte përfunduar me ty. Dhe ja ku je ti këtu për të dëshmuar, sepse Zoti nuk ishte përfunduar me ty Asvjona. Është kënaqësi të dëgjosh ty të flasësh, çfarë Zoti ka bërë në jetën tënde. Faleminderit për çdo inkurajim edhe për atë që ti gjithmonë dan nga zemra Asvjona. Falenderimi dhe mirënjohje takon vetëm Perëndis për veprën që ai bën në jetën tona. Vetëm atij takon deri, sepse unë nuk mund të bëj asnjë gjë, por Zoti bën mrekullit në jetën tona për të dëshmuar lavdinë e tij. Të falenderoj dhe besoj që kjo intervistë, bisedë me ty, do jetë bekim për çdo grua dhe vajzë që po na ndjek në këtë momente, që të marrim zemër se më i madhi është me ne, pavarësisht sfidave që ne kalojmë. Faleminderit Asvjona. Faleminderit Enela që më pata mundësinë për të ndarë këtë mesazhe dhe këto bekime në jetën time.
Nëse sot ti je duke kaluar një sfidë dhe nëse ndihesh e lodhur, e pasigurt, dua të ta them këtë gjë me bindje. Ti je më e fortë nga sa mendon. Sepse forca jote nuk vjen vetëm nga vetja jote, nga rrethanat, por nga Zoti që të ka krijuar me qëllim, me dinjitet, me një potencial të jashtëzakonshëm. Kalofshi një fundjavë të bukur.